Dhe kampit të Mekut. Këto janë pamjet lodit të drejt për drejta. Po. Charles Kupchan, ish këshilltar për politikën e jashtme në administratat e presidentëve amerikan Bill Clinton dhe Barack Obama, komentoi mbi rrezikun e mundshëm që mund t'i kanoset Shqipërisë nga Irani për shkak të pranisë në vendin ton të një pjese të opozitës iraniane. Në një lidhje direkte për A2, Kupchan theksoi se në klimën aktuale të tensioneve ndërkombëtare, të gjitha vendet europiane, përfshirë Shqipërinë, duhet të tregohen vigjilente. Sipas tij, regjimi iranian konsiderohet nga shumë qeveri si një aktor revizionist që ka kontribuar në paqëndrueshmëri në lindjen e mesme dhe më gjerë, ndaj kërkohet kujdes dhe koordinim i shtuar. Ai nënvizoi se Shqipëria, si anëtare e NATO-s, duhet të mbajë një qëndrim të harmonizuar me aleatët. Sipas Kupchan, vendet e Aleancës Veriatlantike duhet të veprojnë në mënyrë të bashkërenduar dhe të kontribojnë në drejtimin e krizave drejt një rezultati sa më stabilizues. Ndërkohë, media azere Kaliber Kik-az raportoi se një deklarate publikuar në Telegram nga Shërbimi për shtypi Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, IRGC, përmendte mundësinë e veprimeve ushtarake që do të lidhen me struktura që Teherani i konsideron të përfshira në aktivitete armiqësore, duke përmendur Shqipërinë. Në qendër të vëmendjes është Organizata Popullore Mujahedine e Iranit, PMOI, e njohur si MEK, e cila prej vitit 2013 ka seli në Shqipëri pas transferimit nga Iraku me mbështetjen e SBA-ve dhe OKB-s. E themeluar në vitin 1965 si lëvizje kundër shahut, organizata pati një histori të ndërlikuar përfshirë përplasje me regjimin iranian, zhvendosje në Irak gjatë luftës Iran-Irak dhe më pas heqjen nga lista amerikane e organizatave terroriste në vitin 2012.